Sot shënohet heshtja zgjedhore, ndërsa të dielën 334.539 qytetar do t'u drejtohen në qendrat e votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e ri në 5 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet: Vlorë, Berat, Cerrik, Madh dhe Tepelen. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar tashmë materialet zgjedhore, ndërsa në çdo qendër votimi janë vendosur masat e sigurisë për një proces të qetë dhe të rregullt. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për ruajtjen e zgjedhjeve, duke angazhuar 612 punonjës, të cilët do të kujdesen për 9 objekte ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 473 objekte që shërbejnë si qendra votimi. Autoritetet bëjnë thirrje për denoncimin e çdo tentative për manipulim të votës, duke garantuar një proces transparent dhe sigurt. Ky cikël zgjedhor karakterizohet nga një fushatë më pak tipike, pasi kandidatët kanë zhvilluar aktivitetin e tyre pa protagonizmin politik, ndërsa liderët e dy partive kryesore, Rama dhe Berisha, nuk kanë marrë pjesë në mitingje apo takime publike. Në Bashkinë e Vlorës, kandidati i Partisë Socialiste Brunilla Mersini do të garojë përballë dy kandidatëve të mbështetur nga Partia Demokratike dhe një kandidati të tretë nga Partia Demokratike. Në Berat, Ervin Ceca nga Partia Socialiste sfidon Pavlo Shkarpën, ndërkohë Bashkia e Matit ka një garë treshe: Altin Bojni nga PS, Suzana Pasha si kandidate e pavarur dhe Eduard Brahilika mbështetur nga PD. Në Cerrik, Florence Doka nga Partia Socialiste përballet me Armaldo Hoxhën, kandidat i pavarur mbështetur nga Partia Demokratike, dhe Eligert Hima nga Lëvizja Shqipëria Bëhet. Në Tepelen, Partia Socialiste propozon Gramos Sako, ndërsa Gabriel Guma, kandidati i pavarur, ka mbështetjen e opozitës. Mandati i kryebashkiakëve të zgjedhur do të jetë një vit e gjysmë, ndërsa do të mbahen zgjedhjet lokale në pranverë të 2027-s, duke dhënë një panoramë të qartë për drejtimin lokal në vitet e ardhshme. Në total, numri më i madh i votuesve është në Vlorë me rreth 172.000 qytetar, ndërsa në Tepelen qytetarët me të drejtë të vote janë 12.600. Ky raund zgjedhor do të jetë një tregues i rëndësishëm i preferencave lokale dhe potencialisht i tendencave politike për periudhën e ardhshme në vend.